nëse ne fillojmë bëjmë ekuilibrimin në trupin ton, patjetër që ato ikin. Fillojnë thahen, tharja pra nuk rriten dhe zgjenerohen, duket, fillojnë erësohen pak dhe fillojnë bien vetë dhe fillon shkëputja duke kuptuar që tek rënja kanë filluar të shkëputen pa asnjë lloj ndërhyrje. Pizga më tepër, rregullimi i dietës, pastrimi, detoksifikimi i mëqis dhe sidomos i limfës është një nga arsyet kryesore që ne mund të bëjmë në këtë rast. Lyrja me uthull është nga elementet më të mirë. Pas lyhet me uthull mund të përdoret hudhra. Hudhra e shtypur, të lëshohet niveli i alicinës që aktivizohet pas një 10-15 minutash dhe të vendoset për të lyer të. Por më e mira është kjo, unë do ju jap një kontur, pra po ju jap një panoramë. E para, ushqyerja me indeks të ulët glicemik. Pa miell të bardhë, pa brumra, shmangjen e sheqerit, pijet industriale, pijet energjike. E dyta, konsumimi i boronicës çajit boronicës. Konsumimi i ushqimeve me nivele të larta zink, që nga frutat e detit, që nga farat, aroret, farat e kungullit e të tjerë. Që nga konsumimi i marrjes së vitaminës D3 pak më tepër, sepse mungesa e vitaminës D3 e bën. Në rastin e kemi këto lytha, ne mund të marrim edhe një berberin. Berberina është nga elementet më të mirë për t'i hequr në mënyrë indirekte duke luftuar inflamacionin dhe të ulur nivelin e insulinës, djeshmërinë e insulinës. Nga ana tjetër duhet të pimë një çaj detoksifikues, siç është o hithra, o lule radhiqja, ose gjethet e ullirit, madje dhe spërkatja me gjethet e ullirit, pra shtypja i gjethteve të ullirit dhe bërja e lythave kanë treguar që kanë dhënë rezultat. Jo sot, po flasim këtu e qindra vite para që është bërë.